Përshëndetje miq dhe mi, sa erdha nga Malta, ishim në sezon nga 4-5 anijet Rozafës, me thonë drejtën vujtëm i qikë këtë vit, por me sukses si gjithmonë, po e kemi kap për zotin, e kemi kap në limit, sepse kishte shumë rryma dhe koha ishte shumë e keqe. Sa ula fillova të lexoj i qikë, se unë nuk mund të rrit do të pa o azhërnu i qikë me pjesë në Tallavasi, unë e kam kaq qef. Edhe lexova i lajm kryesor tek televizioni i partisë time që ka propagandën më të fortë, Syri, që e drama ja fal me 60 lek naftën në jahtin e një miku ti të madh. Tash miqtë e mi, unë po ju jap faturën se me sa jam furnizu 2 anijet e mia në Maltë. Dhe ju them që pa monër se marroj kjo fushata. A monër merruni me njerëzit që punojnë, a monër merrni me njerëzit që pushojnë, a monër merrni me njerëzit që duan me bë këtë them. A monër merrni bëni herë produktiv, se keni 4 herë që dilni në betejë, shpifni edhe humni. Po thoni në të vërtetën, mos u merrni me tallava. A ju hongsha zemrës, është dhe verë, është vap. Respekte edhe ndroni mënyrën e propagandës, sepse nafta blihet në treg të lirë dhe është i obliguar shteti shqiptar të furnizojë me furnizim bordi, ashtu si është e obliguar e gjithë bota që të na furnizojë ne me furnizim bordi. Respekte ju të partisë time.